Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt kam shumë mesazhe, por kam dhe komente që më pyesin aman Tiron, çfarë po ndodh me çiftin Selina dhe Gimbo, na trego rreth tyre, na trego rreth ngjarjeve më të fundit të tyre, na trego rreth përditshmërisë së tyre. Me pa tjetër që do të tregoj, Selina dhe Gimbo, nga informacione që unë kam arritur të siguroj deri më tani, kanë një raport shumë korrekt me njëri tjetrin, kanë një marrëdhënie shumë korekte me njëri tjetrin, po ndërtojnë një lidhje fantastike. Koha që kanë kaluar bashk pas Big Brotherit ju kanë ndihmuar që të njohin dimensione tek njëri tjetri që nuk kanë patur mundësinë që t'i njohin në Big Brother, do me thënë kanë njohur atë privatësinë që aty nuk kishin mundësi që ta njohin, është më se normale sepse në 100 kamera ti nuk e mundësinë ta njohësh sekretin e një marrëdhënies. Por gjithsesi, nga ajo që ne shohim, duke qartazi që Selina dhe Gimbo kanë gjetur veten në marrëdhënie tek njëri tjetri. Do me thënë, kanë gjetur atë ngrohtësinë shpirtërore, kanë gjetur atë dashurinë. Që të dy janë shumë të lumtur, që të dy ndjehen shumë të bekuar, që të dy ndjehen shumë në qejf. Do me thënë, marrëdhënia shkon fantastike. Ndryshe nga personazhet e tjerë publik që në një farë mënyre janë fokusuar apo nga ish banor të Big Brotherit që janë munduar ta shfrytëzojnë momentin e famës që të vinë me ndonjë podcast, që të vinë me ndonjë emision, që të vinë me ndonjë histori e tjerë, Selina dhe Gimbo kanë përzgjedhur që të jenë të qetë, kanë përzgjedhur që të relaksohen në këto ditë të ngrohta të verës dhe ta shijojnë këtë verën për të përgatitur me patjetër për në shtator dhe tetor, atëherë kur Selina do të triumfojë nëpër media. Unë e di nga informacionet që kam unë, Selina vërtet gëzon një pozicion në televizionin Top Channel. Karakteri i saj, energjia që Selina ka në fakt për këtë televizion dhe për të qenë moderatore, televizioni dhe producentët nuk dëshironin që ta shfrytëzonin Selinën për gjatë sezonit veror për emisione të shkurtra dhe ja kanë lënë luksin Selinës që të merr një emision më serioz dhe më afat gjatë. Do me thënë, Selina do t'jetë pjesë e ekranit, gjithashtu edhe Gimbo që është duke punuar me shumë intensitet, po punon projekte të ndryshme, po punon, do me thënë, projekte shumë të bukura që në fakt e bëjnë Gimbon që të jetë i veçantë në të gjitha dimensionet. Besoj dhe jam shumë i bindur që Selinës edhe Gimbo si hecin bar pas Big Brotherit, është çift me fat dhe thjesht po e shijojnë dhe jetojnë marrëdhënien e tyre.